Dhe si e pritën prindrit, jam kurioze, kur i thatë që do bën me njëherë prindër të 4 fëmijëve? Po, edhe prindërit, ju them të drejtën, ishin skeptik, pasi që si gjithjet shtatzanit me binjak janë më të shpeshta krahasuar me katërnjak. Pastaj, jo rrallë në klinikë kemi edhe raste të shtatzanive me 3 njak. Mirë po, shtatzani me 4 njak është jashtëzakonisht e rrallë, dikun llogaritet që një në 700.000 raste ndodh shtatzani spontane me 4 njak. Ata e kanë mirë pritur, mirë po gjithsesi gjatë tërë kohës vizitat e rregullta i kanë përcjellur, domethënë, i kemi bërë të gjitha analizat e duhura, të gjitha screeninget, duke përfshirë edhe ato çka parashihen në një shtatzani që konsiderohet shtatzani me një rrezik të lartë. Pasi që edhe vetë shtatzania me 4 njak është hyrë në grupin e shtatzanive me rrezik të lartë. Kur thoni me rrezik të lartë, a e favorizonte të paktën ndoshta nënën mosha e saj 26 vjeçare? Pra që është një moshë relativisht e re. Unë mendoj se mbarvajtjen e kësaj shtatzanie kanë favorizuar disa faktorë. Një ndërta është ai që e përmendet, mosha e re e gruas, mirë po, edhe niveli i kujdesit që ajo ka bërë dhe përcjellja e rregullt e të gjitha analizave, të tërë terapisë, domethënë në mënyrë të rregullt, një çift i bashkëshortëve jashtëzakonisht të edukuar, të vetëdijshëm, domethënë për rrugën që kishin përpara. Dhe ata me kujdes i kanë përcjellë të gjitha vizitat, pastaj janë edhe disa faktorë tjerë që i kanë kontribuar, mendoj, mënyra e ushqyerjes, pastaj mungesa e faktorëve të tjerë të rrezikut, domethënë ana nuk ka qenë duan pirse,